Hello, friends. Welcome back and happy Monday. Today it's May 5 and today it's a second Holy Angel. Kështu që po për atë arsye dhe po e bëjmë videon. Pa humbur ku po vazhdojmë të shohim se çka kemi edhe sot në këtë video. Ky është sot dielli i dobët i mëngjesit të ditës së 5 të majit. Dhe të shohim a do të përmirësohet më vonë, po për fillim është kështu. Okej, ja ku jam, tani po du me dalën, koha shumë e mirë edhe po du me marrë kapelën time kështu. Uej! Edhe çantën time, edhe kom vesh që bluzën me të shkurta për shkak se është jashtë ngrohtë edhe qëto të një ka të zeza, po e marrë edhe qëto. Ta që të montin me veti edhe po dalim, po shkojmë, po shetitim pak edhe të shumë. Pastaj kur vim, today celebrated the second angel me të pastin edhe e bojnë celebrimin. Ja ku jam këtu me Fanta, me Apple, me vogël. Ja ku jam këtu në qytet edhe po marrë një Fanta të gjelbër. Shiko se si shumë rana e gjelbër. Shumë interesante. Fanta e gjelbër. Shiko se sa interesant. Edhe qyteti kështët. Gjelbër në aton, gjelbër, greeny. Ja ku jam këtu edhe erdha tani nga qyteti edhe isha vetë në shtëpi edhe thash ta kryj edhe ritualin e angjelit, ta kujtojmë ritualin e angjelit të dytë. Angeli i dytë i cili është me të pastin dhe qiriu i cili po më pëlqen shumë, nuk po dija me shku me bli edhe një dhe a di si po du mi bo 2 të verdha edhe 1 të gjelbërt, kështu që për mi mbajtën për shkak se shumë e bukur dhe të shohim si të t'ja largojmë të tjerat këtu. Kështu që të shohim, po e lojmë këtu edhe po e bëjmë të shohim sot koha e mirë, tash t'ju tregoj. Edhe sot jemi me të shkurtura, do më thonë prej që ka hy maji, është nxehtë dhe janë me të shkurtëra. Ja, sot me të pastin, maj i kemi edhe kujtimin e angjelit të dytë. Angjeli i dytë është angjeli i shpalljeve të shenjta, është fillimi, kështu që dhe shpalljet e para kanë ardhur me angjelin e dytë. Dhe ja ku kemi edhe qiriun për cilën po e luajmë tani këtu do ta luajmë për ta ndezur. Dhe ja ku kemi angelin e dytë, i cili edhe kështu të bukur po duket. Fantastike, kemi edhe këtu qëto të re, new, të cilën e kemi ble Saturday, tek ato tregu i gjërave të vjetra, që 90 cent e kom ble, që kësë sa e bukur është me të kaltër, tani është edhe për summer, edhe për spring, dhe e kom lënë kështu me tulipan, dhe e kom vendosën këtu, dhe shiko se sa bukur. Kështu. Ja, bro. Unë po do m'ju tregu tani edhe se si kam rregullu, si kam komplet qëtu balkonin, shiko e komplet qëto qështu dhe kemi vendosur qëto qështu edhe ja ku është kjo që i vjen era shumë e mirë edhe qëtu ja ku është kjo këtu dhe ja ku janë këtu shiko se si kanë hapur, si janë më të lumtura, janë shumë më të mira dhe ja ku i kam vendosur one, another second, another
Yes! Edhe këtu po shohohen tani po bëhen më të mëdhaja edhe shiko se sa të bukur e kam ble qëto që është edhe ku marrë qëto shiko kjo po vjerat këtu dhe vendosa me dhe edhe i vendosa qëto 2 lule qështu shiko se sa bukur bërim sa fantastike shumë të mira edhe shumë bukur po duken. Kështu që ja ku e kam një mini garden, shiko se kjo ka fillu me qitën këtu, edhe pastaj kjo këtu, edhe të tjerat. Ju pëlqen dilli këtu, shumë mirë. Shiko tani dua t'ju tregoj si e ndryshuam këtë vazën këtu. Ishim prindtë mi duke e lypër diçka dhe e gjetën këto të cilin kim pas. Shiko se sa bukur tani çfarë kombinimi fantastik i këtyre 3 gjërave këtu. Shiko, është kjo me lemon, pastaj janë këtu me të verdha, shiko, dhe sa ngjyra të bukura, si dhe këtu limoni, dhe shiko se çfarë kombinimi i bukur, së bashku me këtu lule këtu, dhe me këtu po shkon shumë po më pëlqen. Shumë fantastike po duket. Janë gjysë. Të këtë Ja, ku erdhe tani mbrëmja edhe ishim tek liçeni, shëtitëm edhe tani po duhim me dal mbrëmje, me shëtit në qytet të shohim se çfarë, vetëm i përfundova një herë qështu. Tomorrow is San Giorgio Day edhe do ta qisim Imagine sonte, tonight, edhe të shohim pastaj me Tomorrow. Nuk kemi video, po kemi video vetëm kur janë engjujt. Tani e kemi me të 5-tin sot edhe kemi me të 9-tin edhe 13-tin, pastaj me të 17-tin Alvon, my birthday. Kështu që të shohim kështut edhe po dalim tani, është mbrëmja. Shiko, veç ka ardhur mbrëmja dhe dritarja ime është kështut. Dhe po duket bukur jashtë. Akoma është si vranët. Nuk e di tomorrow it's raining or no. E kemi edhe këtu e patëm the moon.
Shiko, dhe mu edhe na po dalim. Shko se sa interesant po duket. Ok. Këtu jemi në qytet, mbrëmje, e qetë dhe ngrohtë. Ja ku e pruna edhe këtu sonte për me ndesë qiriun, edhe tani do ta ndesim edhe këtu natën edhe gjatë gjithë muajit maj, përsëri do ta blej nëse ka, edhe kështu e lale, shiko se sa bukur po duket, sa fantastike, do t'i ndesim gjatë gjithë muajit maj. Shumë bukur përën. Shiko se sa bukur, gjitha anët po bën dritë. Shumë fantastik. Okej, ja ku ka ardhur edhe koha për me flajt, edhe vetëm po du mi rregullu, mi desh çdo tesha edhe me ra me flajt, është ora vonë, kështu që edhe këtë po e mbyll dritarën, ma jam shumë i kënaqur me këtë. Shumë fantastike, po e lo deri nalt hapën tani, edhe po kam shumë super dritë edhe dielli. Kështu që isha jashtë edhe po i vendosi senet e veni vet, po e përfundoj këtë video edhe po i rregulloj këtu gjana. Kështu që shihemi. Kjo pra është edhe tëra sa kemi përgatit edhe sot për këtë video. Gjithë ju që pëlqeni videot mia, bëni like dhe bëni subscribe për pa të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.